Interpretova shumë bukur sepse më pëlqeu jashtë mase dhe më pëlqejnë zakonisht baladat, ishte dhe muzika shumë e bukur. Nga ajo këngë më kujtohet që ka qenë kënga ime e parë dhe pa pritur më merr menaxheri im dhe më thotë hajde se do shkojmë në koncert, ka qenë koncerti im i parë. Dhe kur kam dalë dhe kam parë gjithë publikun që e këndonte, ka qenë emocion i jashtëzakonshëm, jam rënqetur komplet dhe ka qenë eksperiencë që akoma dhe sot nuk e harroj. Ishe mbret në botën time, dashuria ish piktur, trupi im ishte korniza, mbeti një grafik në mur. Një emocion i jashtëzakonshëm duke qenë se unë kam filluar karrierën në televizionin shqiptar, në emisionin e mëngjesit bashkë me Miron Kotanin që përshëndes. Por që ka qenë era ime e parë që kam dalë në televizor, ka qenë këtu në televizionin shqiptar. Jo. Më pëlqen dhe mbetem te kjo pjesa e këngës. Edhe pse kam provuar veten shumë herë edhe në prezantim dikur. Prap, gjëja që më ngro më shumë shpirtërisht dhe që unë e dua jashtë mase është muzika dhe kënga. E ke ndjekur muzikën shqiptare? Ke qenë interesuar se ç'bëhet në tregun muzikor shqiptar? Kam ndjekur po shumë pak. Them të drejtën, sepse më shumë jam marrë me tregun grek nga që më duheshin edhe në punë ato këngët greke dhe kam qenë gjithkohën. Por tani që u ktheva, pash që ka avancuar shumë tregu shqiptar, pavarësisht se akoma nuk ka mbyrë shumë në thellësi, këngët janë më të arira, videoklipet janë më të bukura. Më pëlqeu kjo gjë shumë. Nuk jam fare snob dhe nuk asnjë lloj muzike nuk është e keqe. Ka njerëz që pëlqejnë tallava, ka njerëz që pëlqejnë muzikë të lehtë, ka njerëz që pëlqejnë hip hop, ka njerëz që pëlqejnë trip hop. Por unë mendoj personalisht që zëri im për këtë muzikë nuk shkon dhe unë nuk e përfaqësoj dot. Komerci në gjithë botën është shumë i theksuar, jo vetëm në Shqipëri. Por që çdo njeri zgjedh nëse do të jetë komerc, nëse do të jetë cilësi. Unë për veten time dua të jem pak zgjidh cilësinë, jo sasinë. Sigurisht që të ardhurat mund të jenë shumë të mëdha në atë lloj muzike. Por e thash dhe më përpara, nuk paragjykoj asnjëri, thjesht unë nuk i përshtatem asaj lloj muzike. Nëse ti përshtatesha sigurisht që do ta këndoja me gjithë qejf. Po shes se ç'po ndon në muzikë. A ka ndonjë artist, Angela, që po të pëlqen, artist shqiptar, që pse jo do të preferoj dhe një duet? Nuk i kam ndruar shihet e mia. Vazhdon të më pëlqejë shumë Neda Tarifa, më pëlqen shumë Aurela Gaçe, më pëlqejnë shumë vëllezërit Korçar, Endri dhe Stefi. Juliana Pasha, Shqipëria ka këngëtar shumë të arir dhe këngëtar shumë të mirë, artista të vërtet. 12 κι ένα τηλεφώνημα, τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως τελειώσαν όλα θέλω να σου πω.